Marrëdhënia e tyre është mjaft e komplikuar, po flasim për Gjestin dhe Eglin. Kjo e fundit, së fundmi ka diskutuar me Gerten për raportin e saj me Gjestin. Ai kërkoi darkë dhe më tha jam pishman, kam gabuar me ty dhe kam bërë lojë të keqe me ty, i drejtohet Egli Gertës, ndërsa Gerta ja kthen, e je e lartë tani me Gjestin? Egli përgjigjet në këtë mënyrë, çfarë do bëj unë tani me këtë njeriu? Po e larë jam, nuk besoj se jam njeriu i parë që fal dikë që e do. Jo për të pasur diçka me të, por për të qenë shpirtërisht e qetë. Por edhe nëse do të ndodhte, unë ndoshta edhe prindërve të mi dal kundër. Edhe nëse ndodh nuk jam njeriu i parë që fal dikë që bëri gabim, deklaroi ajo duke shokuar jo pak fancat e saj. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se që pas hyrjes së saj në shtëpinë të famshme, ajo humbi Mirandikës dhe shumë fanca deklarojnë se ajo ka hyrë me një qasje për t'i bërë dëm Gjestit. Se si do të shkojë situata mes tyre, na mbetet vetëm të presim. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.